Kjo është një Volkswagen Buggy. Do ta riparojmë motorin sepse është komplet i braktisur për shumë kohë, i ndryshkur. Shikoni pak çfarë gjendje është. Motori është në gjendje jashtëzakonisht shumë të keqe. Karburatori është i mbaruar, është i djegur nga acidi. Distributori e tjerë e tjerë. Çfarë kemi zbuluar? E çfarë kemi bërë tani? Shikoni pak. Është të bllokuar komplet. Shikoni pak. Karburator në këtë lloj ndryshme, në këtë lloj gjendje, ka qenë ndryshkur, unë s'kam parë ndonjëherë. Distributori s'ka lidhje fare me motorin 1.2. Shiko. Ka qenë gjendje punë vitin e kaluar, po pastrimin që i bëjnë me një lloj acidi motorësh, shiko çka ka bërë. Unë pati këtij zotërisë që unë kam distributor Porsche për 1.2, 1.3, shikoni pak. Dinamoja. S'ka guzhje fare, as lart, as poshtë. Shko së lëviz. Ka krijuar vend këtu, e ka ngrënë gjithë pjesën këtu, gati do kputesh. Këtë Porsche-t karburatorin ta kanë bërë rebuild me të gjitha pjesët, pra çdo gjë mos preket më. Manifoldin e këto i kam lyer me 3-4 sprajte të mira dhe për pres than ato të diseve që duron. Mora boj disësh. Është alternatori që shko as zhurmë as gjë. Sigurisht e re. E më pakasëm? Atë ndosim tas. Motori miq ishte komplet i ndryshkur. Kisha shumë pak shpresa që ky do merrte ngjyrën e duhur. Për sa hapësirë kanë valvat. Kemi punë me valvat. Ku shko me këto ky më burr. Okej. Edhe këtë kam. Edhe marroj. Çfarë kemi bërë tani? Është vendosur dinamo e re. Çdo gjë është perfekte. Puleggio, koka Puleggio, rondelet sa duan. Pompa benzinës në mënyrë perfekte, nuk është lyrë, po është hequr komplet boja. Se këtu bie benzina gjithmonë nda ripet. Karburatori është në mënyrë perfekte. Do përdorim klamprat. Do i presim gjithë kabllat e vjetra që janë, shikoni pak. Është të merr në lloj forme. Do ta bëjmë si duhet. Kemi marrë kablla Castilli nga një varrez makinash. Mira, kjo është copë kundër zjarrit. Do vendosim bobinën këtu. Çoku, sonoloidi, të lidhet në bobinë, jo në lloj forme. Distributori është në mënyrë perfekte. Kjo dali ekstra, se ka pas makinat e vendosim neve, me që kemën dinamo jo alternator, dhe na duhet të gjejmë një vend fatikisht për ta vendosur këtu, ose ta kapim këtu përpara. Kjo është e rëndësishme për karikimin e baterisë. Është poshtë origjinal, e papërdorur, shkon me këtë. Dhe pak problem. Për sistemin gjithsesi. Komplet këto linjat i kemi bërë okay. Okej, dhe bobina u lidh. Shqyrçuna. Vëm benzinë tani. Edhe ta provojmë.
Mbaruam, motori është okej. Ndruam dhe vajin. Edhe kjo çuna përfundoi. E targuam Volkswagen Club Albania. Tani vazhdojmë te projekti i radhës. Një T2 i ndryshkur, pas lloj pjese i radio televizionit shqiptar, që shpresojmë ta ndezmë